Rjolli është një nga zonat ku vijon të jetë aktive një vatër zjarri në qarkun e Shkodrës sipas raportit të Ministrisë Mbrojtjes për situatën e zjarreve gjatë 24 orëve të fundit. Sipas autoriteteve, terreni i vështirë dhe i paarritshëm në Rjoll nuk ka mundësuar ndërhyrjen direkte të forcave, ndaj situata po monitorohet nga afër. Për evidentimin e shtrirjes së flakëve është përdorur edhe një dron, thot Ministria. Një tjetër vatër aktive në këtë qark është ajo në fush laje ku vjen puna e forcave në një terren të thyer. Në rang vendi gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 43 vatra zjarri, prej të cilave 10 mbeten aktive dhe 3 janë në monitorim. Në operacionet për përballimin e situatës janë angazhuar 499 forca operacionale dhe 43 automjete zerfikse. Forcat armatosura kanë mbështetur ndërhyrjet me 120 efektiv, 5 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Aktualisht në terren operojnë 120 efektiv të forcave të armatosura, 3 helikopter dhe 2 avion. Vatra aktive raportohen edhe në malin e Dajtit dhe Vakumon në Tiranë, Gurlur dhe Qaf Helmes në Dibër, Abaz në Kruj, Lufaj dhe Thari në Mirdit, si dhe në Dardh të Librazhdit. Në disa prej këtyre zonave, autoritetet raportojnë se nuk ka rrezik për banesat, ndërsa vijojnë ndërhyrjet për izolimin dhe shuarjen e flakëve. Ministria njofton se vijon monitorimi dhe koordinimi i situatës në të gjithë territorin.